Është kënaqësi të kem në studio edhe gazetarin e mirënjohur zotin Anditela Tela, faleminderit që pranoi ftesën, dhe kolegun tim dhe kryeredaktorin e Shtyr Televizion Romir Saraçi. Romir, faleminderit. Faleminderit. Andi, po e nis me ty si gazetar, çfarë na tregon përballje ose dita e premte të paktën nga informacioni që kemi, pra si zonja Balluku do duhet paraqitet në SPAK, ashtu edhe zoti Veliaj në betejën e tij me drejtësinë kësaj here në gjykatën kushtetuese. Është një koincidencë e bukur se janë të dy premte në ora 10. Po nëse njërën kemi mundësi ta shohim edhe të gjithë seancën live se çfarë do ndodhi me zotin Veliaj, është e hapur për të ndjekur nga publiku. Ajo si çfarë do ndodhi me zonjën Balluku është brenda SPAK-ut, ndoshta mund të shohim atë paradën që bëjnë gjithmonë hyrjet e daljet, e ndoshta një deklaratë mundshme të saj. Po pastaj pjesa tjetër është gjithmonë enigmatike siç kanë qenë edhe këto ditë. Pra, mënyra se si u shpërnda lajmi dhe çfarë përmbante idenë e thirrjes së zonjës Balluku bashkë me një avokat, dhe fabulon që ndoshta ka të bëjë me një tender të tunit llogaras të supervizimit, dhe duhet parë pastaj mbasi të ndodhi thirrja e saj se çfarë ka ndodhur realisht. Ndërkohë që kjo e zotit Veliaj sigurisht është e rëndësishme edhe për momentin kur ndodh. Pritshmëria e vendimit, unë kam një mendim timin se çfarë pritet. Zoti Veliaj dhe Partia Socialiste mund ta kishin zgjidhur mirë fare këtë histori me një dorëheqje të tij, po siç duket Partia Socialiste nuk e do më Veliajin dhe as Veliaj nuk e do më Partinë Socialiste, që të zgjidhej paqësisht gjëja, duket që janë në dy pole të kundërta. Vendimi pastaj është, për mua është një vendim që unë e kam parë më parë, është një film i parë për mua. Unë e lidh gjithmonë me vendimin që është marrë nga gjykata kushtetuese me zotin Fredi Beleri. Domethënë, dhe ai ishte pak a shumë në të njëjtin rrethan, kërkonte të shkonte të betohej një ditë dhe të kthehej përsëri në burg, dhe gjykata kushtetuese që mund gjithmonë kërkon idenë atyre shokëve të komitetit, pra ata vendosin që s'është nevojshme fare që Beleri të shkojë të betohet, ai duhet të rrinë në burg, sepse interesat më të mëdha janë që ai të rrinë në burg dhe mos dali për andej. Kështu që dhe vendimi i zotit Veliaj është pritet të jetë i tillë. Pra ata të vendosin se çfarë ka edhe një precedent tjetër. Gjykata kushtetuese e ka trajtuar të ngjashëm, po e themi kështu, me zotin Veliaj, që është ajo e rastit të kryebashkiakut Vaudeës, cili ju njohet drejta ose ju njoj i palishmëria e shkarkimit për shkak të mosdëgjimit. A nuk ka gjasa që ky vendim të mos harrohet nga gjykata kushtetuese dhe të vjet në veprime edhe kësaj here, po themi kështu? Dhe në rast, po them, dhe po e shtroj pyetjen, në rast hipotetik, nëse kjo do merrej e mirëqen, a do hape një skenar i ri në politikën shqiptare, se praktikisht do duhej që zoti Veliaj të kthehej në detyrë, ose një fakti i asaj që është edhe prezumim pavarësisë i mos bësh një zgjedhje, me këtë edhe. Por nëse prania në detyrë praktikisht. Unë them që vendimi është i qartë çfarë do marrim, do dilemat janë të vogla për mua. Është i qartë vendimi dhe s'ka lidhje fare me precedentet, sepse ata do duan ta lexojnë bardhëzi atë. Zgjedhin precedentet që duan, po thua. Lexojnë, domethënë ata do zgjedhin ta lexojnë bardhëzi. Nenin do merren me ligjin, nuk do merren me kushtetutën fare. Dhe e vetmi hipotezë, domethënë ai 1% që i mundshëm ka të bëjë me zgjedhjet në Tiranë. Nëse partia në pushtet